Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë ka mirëpritur një nga emrat më të rëndësishëm të letërsisë bashkëkohore evropiane, shkrimtarin austriako-gjerman Daniel Kehlmann, në një takim të veçantë me lexuesit shqiptar. Vizita e tij e parë në Shqipëri u shënua me promovimin e romanit Loj Dritash, i sjell në shqip nga përkthyesja Ana Kove. Gjatë këtij takimi, Kehlmann ndau reflektime mbi letërsinë, si një hapësirë për bashkë dialogu dhe komunikimi mes kulturave, ndërsa tregoi edhe mbi njohjen e tij me Shqipërinë. Flitej gjithmonë për faktin që Shqipëria ishte një vend i errët që vuante nga një diktaturë e rrept. Në këtë mënyrë, përmes librave të kadërese njohua Shqipërinë. Nuk i kam lexuar të gjithë librat e tij, por 15 mund të kenë qenë. Për mua është shkrimtar mjaft i rëndësishëm, një model letrar për t'u ndjekur. Drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare Majlinda Toçi e cilësoi këtë vizitë si një moment të rëndësishëm për jetën kulturore në vend, duke theksuar se aktivitetet të tilla nxisin afrimin e publikut me librin dhe institucionet kulturore. Dhe në këtë shtëpi të librit dhe të dijes, prania juaj sot është një nder i veçantë për institucionin ton, por edhe për publikun shqiptar. Ju uroj një qëndrim sa më të këndshëm mes nesh dhe shpresoj që kjo vizitë të jetë vetëm fillimi i një lidhjeje të bukur me lexuesin shqiptar. Daniel Kehlmann është një nga autorët më të vlerësuar ndërkombëtarisht, veprat e të cilit janë përkthyer në 10 gjuhë dhe janë vlerësuar me çmime prestigjioze. Romani i tij, Matja e botës, konsiderohet si një ndër veprat më të suksesshme të letërsisë gjermane moderne, duke u renditur në listat bestseller në mbar botën.